Të dashur shikues, emisionin në Përfilm po e fillojmë direkt me bisedën. Do të zhvillojmë një bisedë të drejt për drejt, pra na lajmërohet online Pëllumb Raci, regjisori i një filmi mjaft të veçantë të metrazhit të shkurtër që e mban titullin When Hope Was a Game. Do diskutojmë gjithçka rreth këtij projekti që ka një histori interesante prapa tij, pikërisht me Pëllumbin i cili tashmë na është lajmëruar dhe e kemi në lidhje direkte nga Gjakova. Përshëndetje Pëllumb, faleminderit që e pranuat ftesën tonë për të qenë pjesë e emisionit. Përshëndetje Dona, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësia gjitha imja. Kënaqësia edhe imja, sepse me të vërtetë kur kam dëgjuar për këtë film, mu duk një projekt shumë interesant, duke filluar nga ideja, nga tema që e trajton, realizime e gjithçka tjetër, mezi po pres që t'i shpalosim këto detaje, por në fillim dua të ndalim tek premiera që keni pasur për filmin pikërisht në vendlindje në Gjakov. Si u prit atje nga publiku dhe çfarë emocione ishte për ty që ta shfaqësh këtë film atje? Eksperienca dhe emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe pa përjetuar herë nga unë. Për vetë faktin që kur kam vendosur me bëu premierën, patjetër secili nga ne ka ato dyshimet edhe me dyshit e veta se apo ka shikues apo a do ketë shikues, po për fat të mirë edhe për befasinë time, patjetër që këtu në vendlindje njerëz të njohin për punën që ofroj. Po kinemaja ditë ka qenë mbushur gjitha, asnjë karrik nuk ka qenë zbrast edhe emocionet që kom përjetuar ditë kanë qenë të jashtëzakonshme, emocionet që s'kam përjetuar asnjëherë në jetën time. E kam menduar një fjalim që kam pas me thonë gjatë premierës, pasi që ka përfunduar filmi, po momentet që ka përfunduar filmi edhe janë dalë para shikuesve, edhe kur shikues janë ngritë në kamë dhe kanë të atërkiq secili, aty mos ka mujtë me thonë asnjë fjalë. Çka kom planifikuar, se me të vërtet jam emocionuar tepër shumë. Jo për vetë faktin që e bona një premier të filmit tim të parë, po është punë një dekade që punoj në këtë profesion, edhe ka qenë krejt ato emocionet, krejt ato kujtime të përmbledhura në një natë, dhe me të vërtet ka qenë një natë e pa rrushme për mua. Është shumë normale të kesh emocione, sidomos kur merr për krajën dhe mbështetjen për një projekt që është punuar krejtësisht me forcat tua. E dim që filmi pra është punuar pa buxhet, pa financim nga shteti apo institucionet tona, por që gjithçka ka qenë nga vullneti i madh, siç po e thua edhe ti, nga pasioni yt që ke për filmin, dashuria që ke për filmin. Trego pak sa ka qenë sfiduese tani kur e mendon se si realizuat gjithë këtë projekt. Patjetër ka pas sfidat e veta, po ti e the shumë bukur prej pasionit të madh që e kam për me kriju. Krejt këto sfida dhe këto probleme që kam mujtur me ndalë rrugës gjatë realizimit të filmit, me të vërtetë i kam te kalu pa ne problem shumë të madh. Filmi është realizu pa buxhet, do më thonë realizu pa mjete financiare, gjitha se çka është realizu prej forcave të mia. Gjithçka ka fillu prej një lokacioni që kam gjetur shumë rastësisht te një shtëpie e pabanuar që 15 vjet. Domethënë pjesëtarë që kanë jetuar në atë shtëpi, në momentin që janë larguar nga shtëpia, e kalon shtëpinë në atë mënyrë, dhe ajo shtëpi nuk është shprekur nga askush tjetër. Momentin që kam pa atë shtëpi, me një herë kam ditë që patjetër këtu unë duhet me xhiru diçka. Po se çka edhe qysh nuk e kam pas idenë saktë, sepse në fillim kam dashur me realizu diçka për rrjetet e mia sociale. Me realizu diçka të shkurt, me një tematik të caktuar. Po pastaj duke i pa edhe disa pjesë të tjera të shtëpisë, e kam ditë që tematika duhet të lidhet diçka me luftën, për shkak që shtëpia e ka jap atë emocion, shtëpia ka përcjell atë gjendje. Pastaj kur takova me nipin tim, aktori vetëm dhe aktori kryesor që është në film, është Gega Krelani, i cili është nipi im, 7 vjeçar. Gega gjithmonë ka qenë pasionues i artit, gjithmonë ka kriju. Nuk po flas për aktrim, po flas për pikturë, po flas për muzikë. E ka vrejtur për fat mirë ti, e ka vrejtur dhuratën që ka jap Zoti në një kohë shumë të re.
Edhe Gega atë kohë ka qenë në Gjakov, edhe kam bisedu me Gegen, ja kam tregu në pika shumë të shkurta, edhe pa pas në plan që du me realizu një film, kam pasur si ide ta marrë Gegen, shkojmë të lokacione edhe aty unë e gjej vetë. Kur dalë në lokacion, kur s'kam diçka konkrete, aty inspiron, aty e gjej kuadrot, aty e krijoj histori. Po kthesa prej një video që kam dashur me realizu vetëm për rrjetet sociale, kthesa që bëni në film të shkurt, ka qenë një merit e Gegës, patjetër, sepse në momentet që kam prek butonin rekord të kamerës, edhe pse jam mundu m'ja shpjegu Gegës shumë thjesht se çka po tentoj me bëu, se sa shumë problem një fëmijë 7 vjeçar pa eksperiencë në aktrim, hera parë para kamerës, m'ja shpjegu që ti po don me xhiru një film të metrazhit të shkurt ku ti jeton vetëm, familja të ka vdek, edhe tash jetë duke i përjetu traumat, duhesh me i përgjedh fjalët shumë të thjeshta m'ja shpjegu një fëmijë 7 vjeçar, po ky nuk ka qenë problemi me Gegen, sepse Gega, si tash, dhuratën që ka, aftësitë që ka pas, performancën që e ka jap ai para kamerës, aty ndodhi që edhe ta realizoj filmin në shkurt. Është interesante kjo gjë që e themi ne gjithmonë, që disa gjëra vinë edhe me trashëgimi. Supozoj që edhe kjo ka ndodhur me Gegën, pa e ditur fare ju ja zbuluat talentin, po që sigurisht se duhet jetë një fëmijë me imagjinat shumë të pasur. Pikrish. Gega gjithmonë ka shfaqur talent, si në muzikë, si në pikturë. Vrejet që ka shpirtin e artistit. Nuk mundesh me thonë ndryshe, vrejet që ka shpirtin e artistit. Edhe kur kam pa performancën që Gega është të dhëru, do më thonë ne jemi dalë vetëm me gjru diçka tjetër, kur kam pa performancën që Gega është të gjëru, aty jam dalë komplet, jemi kthy me Gegen në shtëpi prap, edhe aty e kam fillu me shkru filmin shkurt se qysh po planifikoj me dalë. Pastaj normal kam fillu përgatitje të tjera rreth kostumit, kam fillu përgatitje të tjera rreth edhe pse shtëpia ka qenë agjendje ashtu siç më ka përshtatur për film, po prap pasi kam vendosur me bëu film më shkurt, kam shku prap në lokacion dhe i kam rregullu detaje të tjera të mjedisit që më kanë nevojit për skenat që i kam planifikuar për xhirim. Tjetër. Çka më me bënë tani në këto momente është që Gegës me i premtu që nëse vazhdon me u marrë me aktrem, shumë shpejt do t'i japim hapësirë edhe në emisionin tonë, se jo, e mirë presim. Patjetër, faleminderit shumë. Pëllom tutjo unë dua që të përgëzoj edhe për një gjë, ke zgjedhur që trajtosh temën e luftës, gjë që nuk është e papar në vendin tonë, por që te ke marrë nga aspekti apo pikpamja e një fëmije. Kjo gjë është e re, gjithkun edhe në përbot. Të thot, është më lehtë të punosh me aktor të rritur, prandaj edhe lufta e tema të rënda dramatike të tilla i trajtojmë më shumë me të rriturit, kurse ti arrite me realizu një film fantastik, pikrisht duke e shfaq anën apo jetën, pasojat që i lën lufta tek fëmijët. Po besoj që ka qenë edhe një përgjegjësi për ty kur e merr parasysh që po trajton një temë të tillë dhe pastaj e ke pasi sa serioz duhet jetë projekti dhe keni bërë edhe ulëmtime apo jo? Patjetër. Në fillim, ky film ka rrjedh hap pas hapi. Gjithçka. Për momentin kur kam vendosur që du me realizu përbot filmi i shkurt, siç po thoti, tema ka qenë shumë e rëndësishme dhe patjetër me një përgjegjësi shumë të madhe. Nuk kam dashur me specifiku një luftë specifike që ka ndodhur në botë ose po ndodh momentalisht, por ka marrë në përfundim që me këtë film du me dërgu një mesazh të gjithë anën mbarë botës se çka mundet me përjetu një fëmijë pasi që të përfundon lufta. Si shkruaj edhe në film, lufta përfundon për botën, po për fëmijët betejë sapo ka filluar. Domethënë për fëmijët që mbesin jetim dhe mbesin vetëm, me përfundim të luftës, betejë për ta dhe sfidat për ta vetëm sapo kanë filluar. Në momentin kur kam fillu me hulumtu për dhëna sakta, aty e kam pa se sa çështje me përgjegjësi shumë të madhe dhe sa çështje e dhimbshme, se sa shifra dhimbshme ka në botë
që mund me nda një për momentin është 20 milion fëmijë për momentin në botë janë aktualisht të zhvendosur shkaku i dhunës dhe konfliktit. Kjo në kupton që 20 milion fëmijë për momentin janë pa banim ose janë jetim. Momentin që i kam pa këto shifra, atëherë normal më ka rritë edhe përgjithësia e krijimit të filmit. Si thash, filmi paraqet në përgjithësi luftrat që kanë ndodhur nëpër botë, faktet brenda filmit që kam dashur me i përmend, edhe pse është film i shkurt, brenda tij ka të dhëna dhe disa fakte reale që ndodhen për momentin në botë shkaku i luftrave dhe i konflikteve. Unë gjithmonë, siç e tha edhe ti, për shkak që është temë e ndihshme dhe për shkak që kur të bëhen këto tema zakonisht patjetër që mirën aktor të profesionit, aktor me bagazh, aktor profesionalist, për shkak që ka qenë edhe filmi im i parë për mua, po edhe për Gegen. Unë gjithmonë kur kam pa filmat huaj, edhe kur kam pa një fëmijë të vogël duke luajtur një rol të jashtëzakonshëm, gjithmonë e kam menduar se si është e mundur m'ia tregu një fëmijë ose m'ia shpjegu një fëmijë se si ta luajë rol të caktuar. Këto pyetje që e kam pasur prej vetes, Gega më ka ajo përgjigjen krejt, sepse me të vërtet talenti, edhe pse e kom jap shumë pak dhana Gegës, se nuk kam dasht, normal jam duhet me bo kujdes në mënyrën se si ja shpjegoj Gegës se çka ina tu tentu me bo, po krejt me ato pak dhana që ja kam jap Gegës se çka po dëshiroj me marr prej tij, ju ka nevojë që Gega me e jap atë performancë, që edhe ju ka përgjigj pyetjes që kom pas gjatë kësaj kohë ku kom pa filmat huaj. Patjetër. Ti po flet për talentin e Gegos, por unë dua të ndalem edhe tek talenti yt, sepse është talent ajo që ke bë ti. Ke fillu me një xhirim që mendoje ta bëje vetëm një video për rrjetet sociale, ke vënë re se mund të jetë diçka më shumë se aq, ke nxjerr një film fantastik, ke nxjerr një lojë fantastike edhe te Gega, edhe me të vërtetë ke realizu filmin me forcat e tua, që unë po shpresoj shumë ta ketë një rrugtim sa më të gjatë. Besoj që tashmë ke filluar të interesohesh për këtë pjesë. Po, është e vërtet për momentet që e kam realizu filmin, edhe momentet kur ndodhi filmi, i përfundova xhirimet, edhe momentin kur fillova me kry montazhin, fillova me pa dhe potencialin që e ka filmi. Edhe në momentin rreth gjysmës kur kam qenë të përfundu, planet nuk i kam pas me bo një premierë të tij, sepse filmi është i metrazhit të shkurt, është 10 minuta, po pastaj kur e përfundova filmin totalisht, edhe patjetër vendosa me tregu njerëzve të mi të afërt, familjes, të fijuar time, edhe disa shokëve që kam të profesionit, reagimet që i pan ata, sepse normal, njerë kur ta krijon një punë vet, suksesin mundesh me matë me çfarë sa emocione po përshën të njerëzit e tjerë. Po flas për profesionin tam, nuk matë ndryshe suksesin një krijimit ton, vetëm duke pasë apo e arrit qëllimin me përcjell një emocion të caktuar të shikues. Kur e pash tek secili që filmi e preku jashtëzakonisht shumë dhe i pash reagimet që mbasi filmi përfundoi ke secili e pat nga një periudhë 20 deri në 30 sekonda që nuk folke kur gjë, domethënë ishin të emocionuar secili prej tyre. Edhe me fjalët e tyre që mi kanë jap, normalisht më kanë pinë që me bo një premierë patjetër që këtë film duhet me pa dhe shumë njerëz se sa vetëm na. Edhe atëherë normal ka vendosur me kineman Hyrje Hana, patjetër që i falenderoj secilin për tyne, për mbështetjen që ma kanë jap, edhe prej momentit parë që jemi taku, kanë qenë jashtëzakonisht supportues që për çka duhet që kam nevojë, që me bo premierën sa më mirë që është e mundshme. Premiera ka qenë me 11 nëntor tash vitit kaluar. Pasi që ndodhi premiera, kur janë konë pranishëm rreth
aq sa ka pas kinemaja Ulçe rreth 260 e diçka Ulçe, secili prej tyre përpos duartërkitjeve edhe secili për tyre ka nda kohën me mu afru afër edhe me thonë fjalë më të mira të mundshme për filmin edhe për ato se çka kum arrit me bo, edhe mandej patjetër e dërgova edhe në hapin tjetër ku vendosa filmin me e dërgu në disa festivale ndërkombëtare. Ka shumë festivale ndërkombëtare që ndodhin nëpër botë, ka për atyre që janë me pagesë, ka për atyre që janë pa pagesë, po secili festival ka kriteret të caktuara që ti mundesh me apliku me filmin tënd, minutazha, vendi për të cilët aplikon, fatkeqësisht nuk e di pse, po në një pjesë konsiderueshme të festivaleve kanë qenë filma që janë dashur me u prodhu enkas prej shteteve të atyre festivaleve, po në ato festivale në disa që kam dërgu, në 2 prej tyre është pranu, në një të Londrës dhe një tjetër të Sydney. Aty është po ka edhe shumë festivale tjera që kanë dërgu filmin, po akoma nuk ka data e përzgjedhjes së tyre, po edhe me kaq sa ka ndodh, jam shumë i lumtur edhe shumë krenar me ato se çka kum realizuar. Sigurisht se unë uroj shumë suksese në për këto festivale dhe mezi presim që të vijë edhe në Prishtinë, pse jo qoftë si pjesë ndonjë festivali apo ta shfaqesh në kinema në mënyrë që sa më shumë njerëz të kenë mundësi me e pa ata. Tani tutje që e ke provuar këtë eksperiencë, Pëllum, pra e theve akullin, fillove me një film dhe doli një film fantastik. Mendon që shumë shpejt të realizosh filmin e radhës, pse jo ndoshta edhe të aplikosh në Qendrën Kinematografike të Kosovës për projektin tjetër? Si që thash në fillim, u bo një dëkat që punoj në këtë profesion dhe zakonisht jam i fokusuar të video reklamat që i prodhoj, dokumentare, klipe muzikore, me një fjalë përgjithësi, çka do që ka të bëj me video, kam qenë i fokusuar këto vite. Momentin kur realizova filmin, patjetër e kam gjetë veten shumë aty, për vetë faktin edhe që kam kriju secilin krejt vet. Po përpos se gjeta veten aty, si thash, emocionet që i kam projektu gjatë realizimit, në montazh, në premier, kanë qenë emocionet pa të përjetune për mua herë dhe më ka jap një motiv shumë të madh, edhe një shtysë tepër të madhe. Unë tash kam fillu me shkruaj një film të metrazh të gjatë, po ky film me metrazh të gjatë kësaj radhe nuk bëhet pa buxhet, nuk bëhet pa mjete financiare shtesë. Kam fillu me shkruaj një film të metrazh të gjatë, normale një ndër pjesët që e merë mas shumë t'i kohë shkrimi skenarit, se rreth ti sillet gjithçka, në qoftë se skenari është i fuqishëm, arrin me përcjell emocion të caktun. Mandej gjitha ato pjesë teknike, muj me thonë që janë sikur opsioni B, patjetër që secila ka rëndësinë e vet, po shpresoj që brenda këtij viti kam arrit që me përfundu dhe filmin tjetër të metrazhit gjatë. Pëllum, ku inspirohesh pak më shumë, apo cila tema dëshiron më shumë që ti prekësh me projektet e tua të radhës? Do të vazhdosh të qëndrosh tek historitë e Kosovës, tek historitë e shoqërisë tonë, diçka që është e përditshme për ty, apo ndoshta pse jo dhe të shkosh më larg nga imagjinoheta dhe të trajtojsh tema pak më të gjera për botën? Pikërisht, këtë film, si që thash, ma shumë se cila ma ka përcaktu lokacioni e tjerë, po filmin radhët që jam duke shkru nuk ka të bëj asgjë me luftë, nuk ka të bëj, është film dram, muj me thonë, muj me ndo këto, është film dram, po nuk ka të bëj është ma e gjonë që ka të bëj në lidhje me një smundje mendore, po që në fund e ka, si thuhet në anglisht, një twist shumë të madh që ndron në komplete ngjarjen e filmit. Do t'jetë interesant ta shohim edhe këtë histori. Shpresoj që po. Pëllum, unë e di që ti e ke bërë edhe montazhin e filmit, apo jo? Bazuar në profesionin tënd.
Më trego kështu, gjithçka. kam parë që je edhe i angazhuar që të gjitha ato aftësit tua që i ke si në montazh apo visual effects, efektet vizuale, që ti kontribosh edhe të gjeneratat e reja. Është kjo gjë e rëndësishme për ty? Patjetër, unë e kam pas fatin një kohë me qenë mentor. Tash ka i punëve që kam qenë një angazhun, nuk kam pas mundësi, po kam pas fatin një kohë me qenë mentor në Bonevet Gjakova, ku aty i kam marrë ligjërata për rreth video editingit edhe filmmaking në përgjithësi. Me të vërtet ka qenë një sfidë shumë e lezetshme për mua edhe shumë domethënëse. Besoj më shumë që se sa që kam mësu ata, kam mësu edhe unë, për shkak se kam kaluar një kohë jashtëzakonisht mirë edhe e pash që profesioni i mësuesit ose në këtë rast mentorit që kam pasur unë me të vërtetë është sfidues, edhe pse kam pas 2 orë në ditë brenda 2 javë, edhe pse brenda asaj ore ata kam pa filma, ka qenë shumë orë atraktive, po kur përfundoi këtë 2 orë, unë isha i shterur komplet. Edhe atëherë mendojsha se sa sfidues është profesioni një mësuesi që kalon çdo ditë në për të njëjtin gjë me 5-6 orë mësim, 5 ditë të javës, edhe respekti për mësimdhënien patjetër më ka rrit shumë për momentin kur e kam përjetuar edhe vet. Këto gjeneratat e reja janë shumë kreativa, është komplet ndryshe për asaj që jemi rrit na, edhe tash ata e kanë mundësinë. Unë nisna prej vetvetes kur kam qenë në moshë tyne, ne nuk e kemi pas mundësinë me mësu gjana që ata i kam mësu për meje, për shembull. Në një periudhë shumë shkurt, ata kam mësu shumë gjana për filmbërjen, për montazhin, për editimin, se si munden me realizu një projekt prej zeros deri në projektin përfundimtar. Përgjithësi ka qenë një periudhë shumë e mirë e imja, tash shpresoj që do vazhdoj prap ose në Bonevet Gjakova, po përmendoj që do vazhdoj edhe në Bonevet Prishtina, në qoftë se vendosi të jetoj në Prishtinë, edhe normal kam bisedu me Bonevet Prishtinë dhe janë shumë plumtër edhe shumë prokraus që me fillu mentorimin edhe atje për këto gjenerata që janë tani. Shë se si hape në rrugët kështu, nga një përvoj, kalon të tjetra dhe kështu të zgjot interesime edhe për gjërat të reja. Përmende pak kompanin që te ke, është një kompani ku realizoni video reklama, gjithashtu videoklipe muzikore, shumë qka tjetër, gjithë që ka kontribuar sigurisht në këtë pasionin tënd. Më trego si po ecim punët me kompanin, sepse edhe të kryosh qoftë reklama, apo edhe videoklipe është një farloj filmi në vete. Patjetër, unë ka rreth 1 dekadë që punoj në këtë profesionin e filmmaking. Shkash interesant me e cek, si sukses për mu që ka qenë filmi që kam realizu pa budget dhe kam realizu vetëm, hapat e parë që kam të këtij profesioni, ka qenë një klip që kam realizu me shokun tim të gusht, Edi Kërleshin, një klip muzikor që ja kemi realizu Flaka Kërlejanit. Edhe i pa budget për koincidencë, po as shumë kemi punu në atë klip, sa që edhe ka qenë në projekti jonë i parë, unë kam qenë si skenar shkrues dhe regjisor, ndërsa shoku im e ka bo pre-produksionin dhe post-produksionin. Por ai klip ka arrit me fitu si çmimin e klipi më mirë alternativ në festivalin ndërkombëtar të klipeve që bëhet në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Malzi. Ajo ka qenë fillimi jon, po ka qenë një shtysë shumë e madhe edhe për mua, po sigurisht edhe për Edin. Edhe pastaj normal thjesht me projekte të vogla ato mëdha, tash që një vit e pak e kam hapur edhe kompaninë time të videos që quhet Rainy Day Films. Jam adhërues si kohës më shi, edhe kur
kur kam marrë dhe te pika e krijimit të kompanisë, kam qenë duke mendu për emër se si t'ja vendosja edhe pikërisht ka qenë koha me shi edhe kam vendosur emrin Rainy Day Films. Punë po ecin mirë, punë po shkojnë mirë, kemi projekte të vazhdueshme. Faleminderit për secilit klient që ma beson punën. Normal, secila reklam ose projekt muzikor ose dokumentar e kërkon secila specifikat e veta, secila kohën e vet, përkushtimin e vet, po besoj që me punë të mirë gjithçka arrihet. Patjetër, e thash shumë mirë. Dhe me këtë mesazh po e përmbyllim edhe këtë bisedë, pasi që kemi arritur në fund. Unë të uroj shumë suksese me filmin When Hope Was a Game, Pëllumb, edhe sigurisht se derën e Koavizionit e keni gjithmonë të hapur për promovim tuaj në tutje. Mirë presim këtu në studio me projektet e radhës. Shumë faleminderit Edona për ftesën, faleminderit për kohën, për ty, për stafin, gjithë mirat edhe punë të bërë edhe për ju. Kënaqësi, miropafshim. Të unë kaleni mirë.